është një kamion që neve na ndihmon. Makinat si ti ndërtojmë, ai na mëson. Ky kamion i vogël blu punon për çdo ditë. Gjëra treja të mësojnë që të gjithë fëmijët. Leo, Leo, ti jenë sjell tek ju. Shikoni, sa shumë forma gjeometrike që kanë në sheshin e lojrave. Ja tek po vjen edhe kamioni Leo. Ai është duke ecur me shumë shpejtësi. Përshëndetje, Leo. Leo, çfarë ke ndërmend të ndërtosh sot? Rrota, pjesë. Leo, mos do të ndërtosh një lokomotiv? Po, nga duhet ja fillojmë? Kabina blu. Çatia dhe shtroja blu. Platforma e zezë. Lopatëza portokalli. Rrotat. Lokomotiva jon ka 6 rrota. Dy cilindra të mesëm me ngjyrë blu. Dhe lidhëset speciale për vagonat. Çfarë ke, Leo? Mos të mungon ndonjë gjë? Le të shkojmë e ta kërkojmë. Çfarë është ajo që i nevojitet çdo lokomotive? Çfarë është duke kërkuar Leo? A mund ta besoni? Është një kazan. Ajo i nevojitet çdo lokomotive. Leo, ti duhet të kërkosh një cilindër të madh. Ky objekt a ngjan si një cilindër? Është një sferë. Po, këto dy objektet e tjera? Jo, sepse njëri është prizëm dhe tjetri kub. Ja ku e pas kemi një cilindër të madh me ngjyrë blu. Leo, ngarkoje shpejt. Ky cilindër përputhet në mënyrë të përsosur me lokomotivën tonë. Shkëlqyeshëm. Tani kanë mbetur vetëm 2 pjesë. Oxhaku dhe fishkëllyesi. Lokomotiva jonë është gati. Tani ta shohim si ecën. Në fillim ta bashkojmë me një vagon. Dhe tani nisu. Leo, ke bërë një punë shumë të mirë.
është një kamion që neve na ndihmon. Makinat si ti ndërtojmë, ai na mëson. Ky kamion I vogël blu punon për çdo ditë. Gjëra treja të mësojnë që të gjithë fëmijët. Leo, Leo, ti jen sjell tek ju. Shikoni, Leo po ecën në sheshin e lojrave. Dhe ky është një stacion autobusi. Pyes veten se çfarë ka ndërmend të ndërtoj Leo sot. Leo, shkarkoj pjesët të lutem. Leo, sot do të ndërtosh një autobus? Ah, sa I bukur! Le të vendosim ndenjëset e udhëtarëve. Paneli I pajisjeve të drejtimit. Timonin, ja dhe rrotat, dy dyer. Dritat e pasme, dritat e përparme. Leo, a na mungon diçka? Po sigurisht që na mungon diçka. Na mungon çatia. A e gjen dot çatin? Nuk është nën rrëshqitse. As tek lëkundësja nuk qën ka. Çatia është në kutinë e rërës. Leo, të lumë të gjete. Tani, vendose çatin mbi autobus. Pikërisht kështu. Ah, sa I bukur që doli. Autobusi mbërriti në stacionin e autobusit. Dhe në të, sot do të hipin format gjeometrike. Një paralelpiped, një cilindër dhe një kon. Dyert u mbyllën. Udhtim të mbar autobusi vogël. Leo, miru takofshim. Leo është një kamion që neve na ndihmon. Makinat si ti ndërtojmë, ai na mëson. Ky kamion I vogël blu punon për çdo ditë. Gjëra treja të mësojnë që të gjithë fëmijët. Leo, Leo, ti jen sjell tek ju.
Ky është një shesh lojrash. Po, kush po luan sot këtu? Le të njihemi. Ky është kamioni i vogël Leo. Përshëndetje, Leo. Shikoni, makina të vogla. Leo do të ndërtoj një kamion transportues për to. Dhe këto janë pjesët e kamionit transportues. A mund të fillojmë? Në fillim, le të ndërtojmë pjesën e përparme të kamionit transportues të makinave. Tani të vendosim rrotat. Kutia e pajisjeve të drejtimit. Vendosim timonin. Mbrojtësia e përparme. Po na ra mbrojtësia. Për ta vendosur mbrojtëse në vendin e saj, ne na nevojitet kabina. A mund ta gjesh një kabinë ti, Leo? Ua, Leo ka gjetur 3 kabina të automjeteve të ndryshme. Leo, ne duhet të zgjedhim vetëm një. A na përputhet kjo? Jo. Po kjo a na përputhet? Jo, se ky është një pirun dhe jo një kabinë. Po kjo ngjyrë portokalla na përputhet? Kjo na duhet, Leo. Le ta bashkojmë kabinën me pjesën tjetër të transportuesit të makinave. O, sa bukur! Tani mund ta vendosim mbrojtësen në vendin e saj. Kamioni transportues thuaj se është gati. Ja ku është dhe karoceria e cila do të transportoj makinat e vogla. Makina, mund t'i zini vendet. Një, dy, tre, katër. Të lumt, Leo! Ah, sa i mirë që na doli transportuesi i makinave!